Llojimi hoti dëhre dy motrat, një përballje e papritur, kur gjumi përplaset me hyrjen e papritur dhe inati e ndjen çdo centimetër të shtëpisë, shtëpia e Big Brother Kosova kur nuk është e qetë, por pas një nate të gjatë, dukej sikur gjithçka do të rikuperohej me pak qetësi. Banorët qëndronin në dhomat e tyre, disa të lodhur nga dramat e ditës, të tjerë duke përjetuar tensionin e natës së parë. Por kjo qetësi ishte e rreme. Sepse Lim Hoti sapo po zgjohej nga gjumi dhe ajo që pa ishte e paparashikueshme, kur syt i ranë drejt fund shpinës së dhomës, ai vuri re dy motrat e reja, të cilat kishin hyrë natën e kaluar dhe tashmë qëndronin aty, të qeta. Por me një prezencë që nuk mund të injorohej, ky ishte një moment i çuditshëm dhe i tensionuar. Dy banore të reja në një shtëpi tashmë të ngarkuar me histori dhe emocione, duke e bërë çdo hap të Limit të duket i rëndësishëm. Dy motrat. Një hyrje që ndryshon tërë gjithçka. Dy motrat, të cilat hyrën mbrëm, nuk ishin thjesht banore të reja që do të shiheshin në lojë. Ato përfaqësonin mundësi të reja, emocione të reja dhe, pa e ditur, provokime për banorët e vjetër, sidomos për Lim Hotin. Nga momenti që Lim i pa, atmosfera ndryshoi. Ai u ngrit nga krevati, u përkul pak për të vëzhguar më mirë dhe ndjeu një tension të papritur. Nuk ishte vetëm kuriozitet, ishte një ndjenjë që i tregonte: ky nuk është një mëngjes i zakonshëm. Diçka do të ndryshoj. Reagimi i Albës, inati që shkrihet në gosyt, ndërkohë që Lim po përpiqej të përballonte pamjen e dy motrave, Alba ishte aty, jo larg, dhe e pa gjithçka. Për të, kjo pamje ishte një provokim emocional. Lotët nuk ishin më pjesë e një dhimbje e të heshtur, ishte inati që u shfaq në fytyrë, një ndjenjë që nuk mund të mbështillej dot. Ajo ndjeu si të gjithë ajo që kishte ndodhur më parë, që tani po përplasej me të tashmen. Alba nuk e shikoi Limin si më parë. Sytë e saj nuk i linin të heshtur emocionet, shqetësim, xhelozi, pakënaqësi dhe zemërim. Në disa çaste, ajo bëri një hap prapa, duke marrë frymë thellë, por syri i saj vazhdoi të ndjek çdo lëvizje të Limit dhe të dy motrave. Lim Hoti, miksi i kuriozitetit dëhre përshtatjes. Lim Hoti, nga ana tjetër, ishte mes dy ndjenjave që e bënin të dridhej, kurioziteti dhe kujdesi. Ai e kuptoi menjëherë se dy vajzat e reja nuk ishin thjesht për t'u parë, ato do të ndryshonin dinamikën e shtëpisë, lojën, emocionet dhe marrëdhëniet. Në atë moment, Lim ndjeu se çdo hap i tij do të peshohej nga banorët e tjerë. Nuk ishte më thjesht marrëdhënia me një banore. Tani, shtëpia ishte një skenë e mbushur me histori të reja. Tension dhe emocione të paparashikuara. Dy motrat dëhre pasojat emocionale. Dy motrat, të cilat hyn një natë më parë, nuk e kuptonin se sa ndikim do të kishin në banorët që tashmë kishin ndjenja dhe histori të ndërlikuara. Ato qëndronin të qeta, flisnin pak, buzëqeshnin her pas here, por çdo lëvizje e tyre ishte e ndjer nga sytë e Limit dhe nga inati i Albës. Bia mund të ndjejë lehtësim ose rivalitet të ri, nëse është e pranishme. Alba ndihet e sulmuar emocionalisht, sepse çdo gjë që ndodh tani lidhet me emocionet e saj të mëparshme. Vajzat e reja janë të qeta, por prania e tyre e vendos në një pozitë të rëndësishme Limin. Ky ishte një moment ku gjithçka që dukej qetësi u shndërrua në tension, dhe një gjë ishte e sigurt: shtëpia nuk do të ishte më njësoj. Kontrasti mes Limit dëhre Albës, kur Lim përpiqej të ruante qetësinë dhe të vëzhgonte situatën. Alba nuk mundi të mbajë distancën. Syri i saj thoshte gjithçka. Çdo lëvizje e Limit, çdo buzëqeshje e dy motrave, çdo afrim i vogël, ndiqej nga emocionet e saj. Ky kontrast ishte tronditës, një burr që përpiqet të qëndrojë neutral, një vajzë që përjeton inat dhe zhgënjim, dhe dy të panjohura që shfaqen si katalizator për tensionin. Pasojat për shtëpinë. Hyrja e dy motrave dhe reagimi i Albës krijuan një atmosferë që nuk mund të anashkalohej. Diskutimet filluan të qarkullojnë në dhomë, banorët e tjerë vëzhguan çdo lëvizje, emocionet u përzien me strategji dhe intrigë, tensioni u rrit gradualisht, sepse çdo veprim tani kishte peshë më të madhe në pak fjalë. Një mëngjes i zakonshëm u kthye në një cak të paparashikueshëm emocional dhe psikologjik, një histori që sapo ka filluar. Kjo situatë tregoi se Big Brother Kosova nuk është thjesht lojë. Është një pasqyrë e ndjenjave njerëzore, ku çdo hyrje, çdo shikim dhe çdo reagim ka rëndësi. Hyrja e dy motrave, reagimi i Limit dhe inati i Albës krijuan një kollazh emocional që do të ndikojë në dinamikat e ardhshme. Banorët dhe publiku tashmë e din një gjë: çdo veprim i Limit, çdo fjalë e dy motrave dhe çdo reagim i Albës do të peshohet dhe do të ndikojë në rrjedhën e lojës. Një mëngjes që u duki zakonshëm u shndërrua në një kapitull të ri dramatik, i cili premton shumë situata të paparashikueshme në ditët dhe netët e ardhshme.